termi mafia, të paktën deri më sot, ne nuk e kemi thash në kod dhe nga praktika jonë nuk kurse flas proceduralisht, nuk kemi asnjë rast që të jenë dënuar persona në këtë kuptim të një elementi të mafjes. Kemi patur element të pushtetit në të ashtu quajturat grupet të struktura kriminale, ose në ndonjë organizat kriminale që është forma më e lartë e organizimit të krimit dhe që haset radh, ku janë përfaqësues të lartë të pushtetit, të pushteteve të ndryshme, dhe kryesisht këto kanë qenë organizata lokale, pra jo në një rang qendror. Pra organizata lokale themi dhe për veprimtarin për shkak të veprimtarisë ekonomike apo për shkak të krahinore. Kur them lokale i referohet kompetencës toksore dhe vendqëndrimit të tyre. Pra kanë qenë në krahina të caktuara. Pra po thonë që territorin, atë kontrollin e territorit, po themi, lufta në territorit të caktuara. Në qytet, po themi. Po, në territor, ose në krahina të caktuara, ose në pjesë qytetesh të caktuara. Dikur ka patur një praktik që janë qelur për të tilla grupe të strukturuara ose dhe një organizatë kriminale, por që nuk kurse kemi dhe një vendimarrje dhe dalë një konkluzion konkret që kemi një mafje në Shqipëri. Paktën ligjërisht nuk kemi një të tillë, por a kemi element të grupeve të strukturuara kriminal që përfshin elemente mafjes, këtë mund ta themi, por nuk do të themi që në Shqipëria, nuk thonë që Shqipëria është i vend mafios. Fakti që nuk e parashikon ligji, do të thotë që ne nuk e kemi një mafje? Për shembull, po të marr shembullin, 97 kishin bandat. Pastaj kaluam në formën e grupeve të strukturuara kriminale për qytete të ndryshme. Dosja e fundit në Elbasan, që përmend si kreun, pra dosja e Spakut, përmend si kreu të kësaj organizate, Suel Çelën. Tani, kaluam nga banda në grup strukturuar kriminal në organizatë kriminale. A nuk është, domethënë, do të ishte le të themi logjikshme nga ana e shtetit që pjesë të ligjit të bënte edhe mafjen, sepse janë par element të mundshëm? Pra se duket sikur ka një ngjitje kjo. Terminologji ne nuk e kemi të shprehur në ligj, por nuk do të thonë që ka pengesat që në rast se do ketë elemente të tillë, kjo nuk mund të parashikohet, sepse janë këto parashikimet ligjore që mendoj që është organizata kriminale përfaqësuesi i plot ku përfshin atë e curin. Pra ndryshe nga grupi kriminal është më vështirë në kohë, ka një hierarki, një drejtim, ka role detyra të ndara me persona konkret dhe që mund të ketë pjesë dhe element të pushtetit. Por të faktuar deri tani që të flasim që kemi një mafje shqiptare, siç mund të kemi këto element me grupe kriminale, organizata kriminale ne hasim në çdo vend të botës. Kupton, do të jemi koshient që edhe në vende të fqinj, edhe në vende të tjera, edhe në vende shumë të zhvilluara ka patur element, sepse këto demokracitë, përgjithësi këtë element e grupeve kriminale dhe krimi është aktiv në forma të organizuar me qëllim që ai të mbijetojë. Faleminderit Beko. Sogol, dëgjojmë diskutimin dhe me Bekun, i dha një aspekt shumë të këndshëm kuadrit ligjor për shpjeguar që në Shqipëri ne nuk e njohim si koncept mafian, njohim deri tek organizata kriminale. Tani, më thuaj, kemi parë një sër dosjesh, të SPAK, përgjime të skajsi, si kemi parë organizime, mënyra si kryon vrasje, si ndikojnë në segmentet caktuara të shoqërisë, pra impakte sociale, lidhje deri tek pushteti gjyqësor, ai lokal, jo qendror, nuk e kemi parë ende këtë, dhe veprimtarinë e tyre ekonomike, e cila duket se është e gjerë. Tani më thuaj, ka apo jo Shqipëria sot një mafje, apo është drejt një tranzicioni për të krijuar një të tillë? Më thuaj emrin e atij që mendon ti që mund të jetë shefi i mafjes së Shqipërisë. A nuk e di, unë nuk e kam një të tillë. Po kush del nga a din ti të jetë edhe në Cerrik, se Cerriku, në Cerrik jo, po nuk e di në Përmet, që është vendi ku ka 2000 vjet që nuk ndodh vrasje. Edhe ata që kanë parë është Bimbashi në televizor, ke liria vdekje. Dhe në Përmet, dhe ata e kanë pa në televizor se e kanë afër. Dhe në Përmet të jesh shefi më i madh i krimit të organizuar në Shqipëri, ku të shkosh do kesh leje. Mafia bë diktat. Cosa Nostra, gjithçka e zhvillonte në Rom edhe në Milano, se në Sicilis kishte çfarë zhvillonte. Pa më thuaj ti mua, cili ai që ke dëgjuar me këto hiperbolat me 10 vrasje, 20 vrasje, 2 milion euro dita në kush mund të shkojë në një qytet të thellë të Shqipërisë dhe mund të bëj çfarë të dojë.
Zero. Përse du të shtrish në gjithë Shqipërinë? Është ndarë në kanjone të fortish një lloj forme më ndryshe. Pra po më thua që mafia duhet të ketë impaktin në qoftë se kemi një mafia në Durrës apo në Tiranë? Më thuaj emrin e njeriu që ti mendon që me që është zhvillimi i fundit, është grupi i troplinëve. Mendon ti që troplinët mund të vendosin diçka në Shkodër? Zero. Mendon ti që mund të vendosin diçka në Vlorë? Zero. Po në Fier? Zero. Po në Korçë? Zero. Mafia vendos kudo. A nuk mund kemi mafia lokale? Po mafia nuk mund tjetë lokale. Se lokale pastaj hynë të fortit. Ne kemi të fortit e zonave. Shto zonë ka të fortin e vetë. Dhe që me lejen dhe tolerancën e shtetit. Shiko, unë kam 30 vjetë në punë. Në 95-ën kur e nisa unë, ishin të tjerë që vendosnin në Shqipëri. Sot nga ata që janë të 95-ës, janë me kokra. Kështu që Shqipëria ndryshon, gjithmonë. Se kush e ka forcën e vetë. Cosa Nostra është tjetër gjë. Ikën Totorino, vjen tjetri, por Cosa Nostra është Cosa Nostra. Ti vetëm futesh. 5 familjet mafioze në Amerikë, vdiste njëri, vinte tjetri. Ama familje quaj ajo. Ndrageta quhet familje, se do vdesja ai që ka krijuar familjen, pjesën e ndragetës. Por do vi nipi, do vi shoku, do vi roja personal, do vi dikush tjetër. Ama emrin do ta ruaj pona të familje, pra është e trashëgueshme. Në Shqipëri, po vra dikush, mbaroi hiku. Po të them unë, njeriu më i frikshëm në 97-ën ishte Zani dhe Gaxhaj. Morën të dy burgim të përjetshëm, nuk ekzistojnë më në tregun kriminal. Kaq. Kjo është historia, është e thjeshtë. Nuk mund të kemi ne pralla për shkak se Shqipëria vjen nga një histori ku dhe besonte vetë. Mund t'ju sjell si shembull, të diun, kanë dënuar ata ushtarët atje që gjoja me 20 gram tritol do hidhnin në erë kombinatin e tekstilit Beratit. Pra si që mendonte komunizmi dhe si që fabrikonte logjikën, se si ky popull e besonte që mund ndodhte, që një Barik ishte lidhje me CIA-n, që një Kovač ishte lidhje me KGB-n, që një Kuediun ishte spiuni i Simit edhe i Britanisë. Ai ishte me i fshat atje që nuk shifte as dritë në diellit, jo më të kishte lidhje me agjentura të tilla. Ne e kemi trashëguar këtë. Dhe mbi gjitha ka një problem me shqiptarët. Dhe atë që nuk e kanë bërë kurrë dhe kanë dëgjuar, edhe atë duan ta asimilojnë sikur e kanë bërë ata. Është një dëshirë e pafundme. Për të sjell një fakt, pse unë nuk besoj, prallat është prallë që thot prokurori italian. Prallë është. Janë antimafia. Ça thotë burr? Ça thotë? I prallë qesharake. E para njerë që do të tregoj cilësinë e punës tij. E dyta është më në zotëri këta që shisnin drogë, pa këta italianët. Ku shkonin? Kur kund? Ta e kishin magazinat. Ata kishin çdo gjë. Krimi është transnacional. Sa më urtërish ku shkon në Europë, aq më mirë. Mafia është tjetër gjë. Mafia është transnacionale? Jo. Krimi është transnacional. Mafia shkontare është nacionale. Mafia italiane, mafia kolumbiane. Ata ama kolumbianët, meksikanët, italianët tregojnë që kur vendosen dikund mund të bëjnë ç'të duan atë vend. Edhe i shtrin tentakulat. Me që ne pas kemi një mafia kaq shqetësuese, pa të thot ky prokurori, po se pyetni, kush është ky njeriu që e drejton këtë mafia në Itali dhe ne nuk ja di kemi emrin. Dhe pse Italia nuk e nxjerr atë numrin 1 të kërkuarve në vend.
Kush është ky që e shqetëson Dejan? Dhe pse në të futesh ke Deja dhe të FBI nuk gjen asnjë shqiptar? Duhet detyrimisht jesh aty në atë listë, Sokol? Po në të kundërt si ekziston. Tani kur ti nuk je i kërkuar, pse çfarë jeti? Vendos kush do drejtoj botën? Njerëzit që drejtojnë mafian janë të identifikuar për ti nuk i kap dot kurrë. Me ndikime shumë të mëdhaja fuqi. Escobari ju desh Amerikanëve 15 vjet luftë derisa e kapën. El Chapo u iku, ata e shifnin kamera, u iku në burgun e sigurisë lartë. Ju zhduk si e tërë. Kemi ne këto nivele, kemi ne nga këto nivele. Dhe më thot mua i për atë dosje, aty që mos ta ngatrojmë me Erviz Doçin me të tjerët, në atë dosje që ata zihen për 1.000 euro transport, në atë dosje që për 5 kg kokain ata mendojnë që 10 veta duhet marrin penge dhe duhet vrasin për i shifër për 100.000 euro. Kush është kjo mafia për? Mafia është kjo që ja vjedh ai 3 barez ja vjedhin atje drogën atje dhe si japin lekët. Ha të lutem. Mafia do të thotë ta vodhën 5 kg në bar i drogë. Të nesërmen ka një ushtrim me 100 veta që do gjende dhe do vriten ata test. Kush i vrau këta italianat që i vodhën drogën? Po që janë këto pralla në këta shohin filma? A ka impact? Pasuria e madhe që vën këta nga droga dhe ardhja në Shqipëri, po, se ne jemi një vend i varfër. Ne jemi një vend i varfër. Dhe kur vjen një njeri qoftë edhe me 200.000 euro që ka shitur drogë, ne na duket sikur ai tani ka kap qellin me dorë. Sepse 95% e shqiptarëve jetojnë nën mesataren që mund të jetojë një njeri. Po kemi 700.000. Dhe po thua që ne ngrejmë mite mbi këtë histori. Po mite janë më rëbur, ne kemi hedhur në treg fjalën mafia shqiptare më rëbur. Edhe ku shoh pralla nga këta që i besojnë më. Pralla që i besojnë më, nuk e di. A kemi një rritje? Cila është rritja? Po thuaj më saktë. Numri shqiptarëve që kanë filluar të merren me trafik droge është jashtëzakonisht i lartë. Po ç'është dosjen të vjen keq për këta djem të vëllai. Hiq visin e pojës. Hiq veçantë, është tjetër gjë. Ai është financuesi. Këta të tjerët, mafioz janë ata? E ti llogaria bëhet për ekzistencë për. Të lutem tani të bëhet për ekzistencë për. Okej. Do Kjo është një lloj forme në mafia këtu. Ku shqetësohen këta nga shqiptarët? Se kuptoj. E vërtet e mendon që Londra është në duart e shqiptarëve nga këto prallat që bën ai në po hiqmër janë me shumicë shqiptarët atje e shqetësojnë vendin. Janë problematik. Si që fitojnë ato lekët në ashash atje, domethënë, duan të futen pub dhe të thonë gjithë dynjaja që erdhën këta. Kaq më burë është e thjeshtë e burë. Shqiptarët duan të bëjnë zhurmë kudo. Ora do të tregoj një djalë shqiptar, vetëm 20 vjeç, jetuar në Suedi, pa lidhje fare me vajt nga tropoja atje. Me guximin e tij shkon dhe futet në Irak, që në Irak me zi futesh, nuk futesh dot më në aeroport, ai shkoi dhe vrau një ndër njerëzit me grupin më të famshëm kriminal në Irak. Guximi aty, e çfarë themi ne? Benzema, po, dhe tani çfarë themi ne që mafia shqiptare e bëri këtë? Ç'mafia shqiptare më dha? Në shifrën që i dhan, ishte 1 milion euro, ai tha, për 1 milion euro më vras 10 Benzema. Se janë të varfër dhe kur futen 1 milion euro për atë duken dhe unis dhe tani rrezikon të dënohet me burgim me vdekje në Irak. Edhe po përpiqet Suedia ta tërheqë për një burgim përjetshëm minimalisht, se është shteta suedez. Dhe qartë.
Mirë, do rikëthem sërish Sokol. Nisur kjo analizë që bëri Sokoli, edhe ajo që bët edhe ju, që paka shumë ju thatë në aspektin ligjor të gjës që kodi penal shqiptar nuk e një si nuk e një edhe praktik, ndërsa edhe kjo që thotë Sokoli që është ana më praktike apo raportime që Sokoli ka dërvit tani, më thuaj, a kemi struktura kriminale në Shqipëri të cilat kanë mundur të emërojnë prokuror, gjyqtar dhe të kenë kapur dhe institucione të ndryshme? Nuk ka prova për këtë dhe nuk mund ta them. Por ka indicje, ka informacione që politikanë të rëndësishëm, drejtues të lartë të shtetit, kanë patur lidhje me këto grupe të strukturuara kriminale, të cilat janë të nduar më pas, dhe ka dhe nga ata që kanë mbajtur qëndrime ndaj tyre, duke dhënë edhe falje të caktuara ndaj këtyre personave me pushtet. Dhe ne kemi histori të përfshirjes së politikës me krimin, sepse ne dim që krimi ka gjeneruar për politikën, duke dhënë mbështetje. Dhe kjo mbështetje pastaj ka siguruar politikës vijueshmërinë e saj në pushtet. Dhe është një marrëdhënie e tillë që është krijuar dhe për këtë arsye është përfolur për të ashtuquajturën ekzistencë të mafjes. Por në atë shpjegim që bëri dhe Koli, unë jam dakord që mafja është një strukturë shumë e ndërlikuar, ka një traditë më të hershme, duke bërë vetë edhe një definicion të përgjithshëm, dhe më të vazhdueshëm, ka një kulturë popullore, ka një kulturë të hecurit të saj, të shprehurit të saj, të qëndrimit, ka disa qëndrime të cilat nuk i shohim ne këtu në këto rastet, por siç e përmenda, duke qenë se ne kemi ndodhur në situata të përfshirjes së politikës me krimi të interesave, ku politikanë caktuar janë parë hapur me kriminal të caktuar në zona, është krijuar një sugestion i tillë për element të ashtuquajturit mafiozitet. Por të jemi sinqert, Shqipëria nuk është vend që të kriminalizohet në formë të tillë. Shqiptarët nuk janë mafios. Kanë qenë të varfër, janë të varfër. Mendoj që më shumë se sa elemente kriminaliteti kemi patur një nevojë dhe një qëndrim të tyre përballë fenomeneve dhe kulturës perëndimit, e cila ka qenë e panjohur dhe nuk është kuptuar drejt prej tyre dhe më pas, fakti i cili është shfrytëzuar prej të tjerëve dhe duke i njollosur dhe duke i damkosur shqiptarët, pastaj me epitete dhe me qëndrime që i fyejnë të gjithë, pavarësisht se nuk janë të gjithë njësoj dhe çdo vend, çdo shtet ka problematikat e veta, ka një popullsi me qëndrim të caktuar, por këtë edhe disa element, pra është ajo pakicë e cila ndodhet në çdo shtet dhe kjo pakicë nuk është përfaqësuese. E qartë. Nëse do shikojmë këtu dosje Spakut, kemi parë që një pjesë e mirë e parave të tyre kanë hyrë në sistemin bankar, kanë hyrë në qarkullim, kanë hyrë në atë që quhet pastrimi i parave. Pastrimi produkteve të veprës penale. Ne themi pastrim parash në gjuhën popullore, edhe një terminologji e pak a shumë. Për ta kuptuar edhe audienca më lehtë dhe më qartë. Tani, kemi indici që mund të kenë tentuar të emërojnë drejtues të lartë, shefa policie, mund të kenë ndikuar tek prokurorë, gjyqtarë e tjera me radhë. Kemi indici që mund të ketë pasur politikanë të rëndësishëm që mund të jenë kontaktuar. Tani hyn edhe pastrimi i parave në lojë. Tani, çfarë mund të kuptojmë në këtë histori? A ka tentativa? Qoftë, nëse nuk dua domethënë me qenë se ju e përjashtuat termin mafje nga diskutimi, unë është e kohë tani që ta vijoj domethënë që këtu ka mafje. Por themi domethënë çfarë tentativa nuk mund ta pranoj që ne jetojmë në një shoqëri që është shoqëri mafioze. Është e papranueshme sepse është shoqëri shtypse. Për të gjithë ne, nuk jam dakord me atë terminologjinë që mafiozi është ai njeriu i mirë që bën dere, bën favore etj. Po mi nuk janë domethënë unë vetë kam hasur, po besoj shumë se nuk e kanë hasur. Ndofta në zona rurale ku qëndrimet janë të ndryshme, mund të ketë edhe një fenomen të shkrirë me kanunin dhe interpretohet në formë të tillë, por në asnjë mënyrë që të ka mafje. Nuk mund të themi ne që grupet kriminale kanë emëruar prokurorë dhe gjyqtarë. Vetë procedura e emërimit më pa, para ndryshimeve të reja procedurale, për prokurori sepse për gjykatën ka qenë njësoj, ka qenë një tillë që zgjidheshin nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, është KLG-ja, pasi bani shkollën e magistraturës. A nuk ndikoi dot tek KLG-ja unë për shembull? Me para? Atëherë ti futemi këtij interpretimi.
Po me para çdo kush mund ta bëj. Mafia ekziston me kërcënim. Me kërcënim nuk e bën dot. Me para kushdo sistemi është i korruptuar më burr. Pse do duhet tipikisht mafia ta bëjë me kërcënim së kur? Po se me para, me para e bëj dhe unë, ç'a?